Ndonë se pas ditjen e së mërkurës, kompania që administron minierën më të madhe në Bulqizë deklaroi se ka arritur një marrëveshje me sindikatën e minatorëve. Këta të fundit nuk e kanë ndalur protestën e tyre. Edhe këtë të njëjtë ata nuk nisën punë, duke kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre. Minatorët deklaruan bindje se nuk do të riktheheshin në thellësi të tokës pa u marrë parasysh kërkesat e parashtruara. Pas protestës së zhvilluar të mërkurën dhe të njëjtën, kompania Elkrom njoftoi zyrtarisht minatorës me propozimin e Këshillit Sindikal dhe në marrëveshje me sindikatën e punonjësve të industrisë së rëndë të Shqipërisë është akorduar ndryshimi i kontratës kolektive lidhur me mënyrën e pagesës së pagës së 13. Kjo bëri që minatorët të riktheheshin në punë në turnin e dytë të ditës së sotme, që nis në orën 14:00. Gjatë protestës, minatorët ngritën dhe kërkesat të tjera ekonomike. Ata kërkojnë një rritje të pagave me të paktën 20%, duke argumentuar se niveli aktual i pagave nuk përputhet me vështirësinë dhe rrezikshmërinë e punës që kryen çdo ditë në tokë. Elkrom është kompania më e madhe në sektorin minerar në Shqipëri me aktivitet në Bulqizë, Mat, Kloz dhe Elbasan. Kompania administrohet nga grupi turk Ilderim International Mining Investments.